Prandaj. Për mua është lajm që ka dek në Deçan, partia Guxo. Partia e konsolidume. Po, natyrisht. Po, brenda partisë Guxo, natyrisht që ka edhe vazhdojnë kundërshtimet në raport me qasjen që vetëvendosja e ka me Vjosa Osmanin si presidente. Faton Peci nuk është kundërshtar i madh i Vjosa Osmanit, natyrisht që mos... Qysh nuk është kundërshtar i madh? Heshtja e Faton Pecit në raport me krejt këtë situatë që është duke ndodhë në raport me këto dy alat, le shumë për të mendu që Faton Peci nuk është... për heshtje, Fatoni gjithë, kur s'ka qenë heshtur, i shdoshtë në këtë ras mos me qenë, mirë po bon kalkulime politike. O dhe po bon kalkulime politike, jo, me që është edhe bashkëkryetar i partisë, është edhe bashkëkryetar edhe është më i motor në raport me qëndrimin e tij edhe po pret që, po besoj që Faton Peci ka qenë një prej njerëzve që i pari e ka proklamu edhe ka promovu që Vjosa Osmani duhet me qenë edhe një mandat. Kryshta, i pa thonë runa zotë mos më marë pjesë, rrezikohet demokracia dhe prandaj... Edhe tash më bonzo. Pozicionoj. Edhe tash më bonzo. Nuk është aq let. Jo, shumë let. Njerëzit kanë qenë kryetar të partisë, kur nuk ju mbajtu e kanë lënë në partinë. Natyrisht, por që kjo më shumë... Po ky s'ka guxim. Do i bëjnë të dëm. Nuk ka guxim, nuk i bën kuço dëm. Nëse ka pas raporte tilla me Vjosa Osmanin dhe është aty falë mbështetjet që ka marrë nga Vjosa Osmani, ishtë dashme pas një qëndrim. Jo, pra, nuk është gjithmonë të rreth një individi. Faton Peci ka pas... Bashkëkryetar. Po, por në zgjedhjet e fundit nuk ka qenë në Guxo. Kjo ideja se kush i ka ndihmu më shumë vetëvendosja Vjosës, a Vjosa vetëvendosës, natyrisht që kjo është përbashkimi të dy forcave politike dhe rezultati i fundit, lame në kuptu që vetëvendosja mundet edhe pa Vjosën. Mundet edhe pa bashkëpunëtorët e tjerë, por që mendoj që koha e dur për një reflektim në skenën politike, do duhej me qenë të LDK-ja. LDK-ja është një prej partive që ka demokracin më të madhe, edhe është parti që ka hise në krijimin e institucioneve, edhe mbarvajtjen e tyre. Po t'il nëhët vetëvendosja. Ata mendojnë që janë më të hopër, më demokratik. Jo, është vlerësim kë, por që mendoj që duhet jo shumë gjatë LDK-ja me qenë e qartë në qëndrimin e saj. Kjo është në raport... Që qartësi, po dojmë koalicion të madhë të djathët institucionalistët bëmi bashkë gërojnë. Ka njësë diskutimet edhe merë Dian Gjinin, kështu si parti, por që mendoj që nuk është, do duhe, ata e marrin nëse veç pranujnë edhe arrin marrëveshje me ushkri në LDK, kështu si listë, por jo me pas koalicion klasik të partisë, sepse Ardian Gjini është udhëheq si ri, edhe po mendoj që do të sjellë një ndryshim në